Shpëdina e na ka folën për ndërtime një shtëpie, atje të dikujt, një qytetare e na ka folën për ndërtim ose për investime në një objekt të një kuvendi komunal ose të një... Po dhe? Objekti komunal. Komunal. Në qoftë se jemi të folë për objektin komunal, atër Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal duhet me di që abohet me objekte komunale në këtë Kosovët. Ju vëshim veri. Hiç pa deklaru dikush. Hiç s'ka nevojë atë. Vetëm dosh me ditë. Nëse nuk e din, atër nuk e di pse. Duhet me jap përgjegjësi pse se din. Më bëna thonë ministri nderuar se valla e qëre. Pe gjys ministri jam të kos jam të u marr fort, ajo është e mundshme. Pa të ç'është dishën me shku atje me qit flamura? E me dal me shatit e përveri me gjalë svesën me thonë shlirova? Nëse është e vërtet, po duhet mu ditë, domthon ministri sot u dosh me ditë, a është e vërtet ajo? Ministri sot u dosh me ditë, nëse është e vërtet, kush mi kryen punimet atje? Ose nëse ka gëny ish kryetari i komunës. Do është e pa logjikshme, ministri me thonë se kom pa deklarat. Se ç'a punë shki? Nuk mundet mos me ditë. Po dhe, po Ministria e Financave e din. Po duhet me ditë. Po kabinetit e ministrave zakonisht nuk ka përgjegjësi për cilë media. Po nëse nuk kalon është e çuditshme ton financiar. Po dhe kur e niva Dardani do të thonë ke pa imagjinueshme tash po ndodh kët ma e imagjinueshme me faktin që po thotë informata që tha Dardani ka qenë media. Po te media po pe ditë Dardani media. Pretendimi i ish kryetarit si ka reaguar ka thonë që dikush aty renovu. Provani me thirrën në telefon të marrim nga kryetari ish kryetari komunës së Zveçanit një deklarat, po të lutëm. Po, a është e vërtet, çka ka ndodhur? Po s'folti se na aty ti bëj opozita pak hajt. Po, sa që do të çomin komna, po se jep me informacion. Jam në pozicionin që më vjen keq sepse do të bëhem avokat i opozitës. Hajde. Allah zdin. Është refleksi se ke ushtuar. Ramoj, kena përfundu. Kena përfundu. Ramoj, na 4, jo na 5 të mbrojt vendosin me shti opozitën. Veçuleti tash do të opozitën. Ja, veçuleti jo. Mos përfshiu, ne vazhdojmë me mbrojt vetë vendosin. Vendosin të Po çikash. Unë se ki dorë. Shiko. Unë se ki dorë, a ti po. Kur e dëgjoj Astritin për shkak të thonë që 2-3 vjet, as vjet, as par vjet, as si vjet nuk ka pas opozitë tjerë. Atër lidh pyetja pse bëheshim hashtar neshtër këtu në mes vete karriere? Po që është edhe përfasus të opozitës. Pse përplasëshim ne këtu? Jo, a di pse? Pse budallë Ramazan? Jo, na do prognozën. A di pse se budallë Ramazan? Se budallë Ramazan? Po si jep në partive politike Ramazan? Unë kam përshtypjen që po hymin në një fazë normaliteti. Ti do shme mbrojt, opozite e ka për shtetin, që ke normale, që ndali son dhe emisionin për Ramazaj. Nuk kam qare, hy pa dalë anej. Po vinë në situatë normale, Ramazaj me mbrojt opozitën, ju vetë vendosin. Në rregull e në Ramazaj. Kjo është situata e krijuar. Si s'ka bën 51% shi. Detyron të ndryshosh komplet agjendën. Jo, si që bën opozita. Kishëm nevojë edhe për çlirimet kësaj natyre. Unë besoj që nëse po krijohet, konstituohet kuvendi dhe krijohet qeveria, nuk ka arsye pse të vonohet. Çdo gjë është e parapërgatitur dhe do ta kemi me shpejtësi, do të thotë kësaj radhe, edhe kuvendin e konstituar, edhe qeverin, dhe natyrisht javën e ardhshme na presin pastaj ato aprovimet e detyrave që janë tepër të rëndësishme. E kam fjalën për ligjet që janë pritje. Tash çështja është se si do të shkohet tutje që vërtet opozitat luaj rolin e vetë, sepse kjo qeveri në rast se nuk do të ketë një opozit mirëfillt, opozit pastaj mbesin përsëri studiot. Dhe është vure për 4 vjet rresht që opozit studiot mund bëjnë, dhe kanë rolin e vetë, dhe prandaj ndoshta do detyrohen ta marrë rolin e opozitës edhe unë, por e mira do të ishte që opozita të jetë në kuvend. Dhe